Normal po, mirë se i kam pas nderi me servit me ta, me ludi disa ndeshje miqësore me ta, po një ndjenjë shumë e mirë se kanë shumë tafërt, shumë komunikues, shumë kanë ndihmu, kanë jep një shtytje, kanë pa lejtori i ri, po vjen për akademisë, te ekipa por për servit. Normal pak e vështirë se është ndrym situatë, ndrym i këtë ekipit, ata nëse ke gabu diçka ose diçka kanë mënu me armë të ful mirë, me të përkra, me të ndihmu edhe me jep ato. Kjo është kur ta don të mirën dikush. Me jep ato që e din ata, edhe normal gjithmonë të ju marr senet më të mira, këtu e pa çapo bën ai. Pa veprimi për bën, me mundu me këthy në pozitën tem qatë njëtin sen, si po sillet, si po reagon loj, qa po bën krejt në marrë të vjedh prej veprimi vëftina, me thonë me një fjallë. Qysh e ndi ose qysh ndihesh realisht me dy njerëz që ke punu nga afër, kur i shet tash në skenat evropiane, po qoftë edhe me kombëtarën e Kosovës? Është një farë lloj motivi edhe për futbollistë e ri? Normal, kështë thonë që ndina shumë mirë se e shet që po ki mundësi si një Kosovar me deportu dhe në arena ndërkombëtare, në ekipet mëdha, që është një tjepët mundësia, që se kini paraqitjet mirë në fushë, kini paraqitjet mirë edhe jashtë fushë, je sportist, atëherë mund me të jep mundësia dhe në arena ndërkombëtare, si do që dhe gjithashtu edhe te kombëtare A, te ekipi parë, me lu me kombëtare mëdha si që Suedia, Slovakia e shumë tjera. Edhe ato me paraqitje fantastike.